akuzat e pabazuara nga subjektet opozitare në lidhje me importet e energjisë elektrike. Ajo çfarë mund t'ju them me saktësi, pas vështrimit të gjithë sektorit edhe sistemit në 5 vitet e fundit, ajo çfarë qytetarët e Republikës Kosovës, edhe ju si gazetarë, duhet të informoni dhe për këtë bashkë me kolegën tim Arlin Mandxuka e kemi një mega file të gjitha blerjeve, shitjeve, kontrata të energjisë elektrike për vend edhe për furnitor që nga viti 2008 do jetë e qashme për ju që një herë mirë ju ta sqaroni këtë dilemën e akuzave dhe propagandës opozitare që ne e gjykojmë është për të mbuluar krimin qoftë përgjegjësinë e tyre të drejtë për drejtë në këtë kontrata, po ashtu edhe për të mbuluar fajin politik për dëmin që ja kanë bërë qytetarët e Kosovës për shkak të një politike të gabuar të energjisë elektrike që nga viti 2006 e posaçërisht në vitin 2008 kur morën me vendim për privatizimin e Kecit e posaçërisht pastaj nga viti 2013 kur projekti i tyre për privatizimin e furnitorit të energjisë elektrike dhe distributorit të energjisë elektrike mori jetë. Pikë e parë është akuza se me 28 nëntor Kosova po importon energji elektrike nga Serbia. Qytetarë nderuar të Kosovës, kjo është e pavërtetë. Në fakt që nga koha kur kemi ardhur ne e kaltërta këtu, e kaltërta nga 2008, deri ka të koha kur ne kemi ardhur në pushtet, është importi i energjisë elektrike nga Serbia. Po, Kosova ka dominu. Importi i energjisë elektrike nga Serbia ka qenë prevalent, furnitorët nga Serbia kanë qenë dominues në tregun e Kosovës deri në kohën kur ne kemi ardhur në pushtet. Padyshim, qoftë përmes kontratave të drejtë për drejta që i kanë nënshkruar aktorë kryesor të Kekut, edhe cilat i kanë këtu, edhe do ja japi juve, aktorë që sot dalin në intervista edhe akuzojnë për energji, i kanë kontratat që ata kanë pas përgjegjësi të drejtë për drejtë, këtu i kanë, dhe pastaj nga 2020 e këntej, fillimisht Slovenia dhe së fundmi, në 3-4 vitet e fundit është Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut dhe Danimarka përbëjnë 94-95% të gjithë importit të energjisë elektrike. Pra, vendi ka poburon energjia elektrike, të cilët konsumatorët e Kosovës po e përdorin, është Republika e Shqipërisë, Republika e Maqedonisë e Veriut dhe Danimarka. Pjesëmarrja e Serbisë në tregun gjatë importit të energjisë elektrike në vitin 2025 është më pak se 1%. Më pak se 1%, lutem, këto janë të dhënat që i kemi marrë deri dje. Për ju që dëshironi ta verifikoni, nuk jam shumë i sigurt nëse këtë mund ta bëni përmes OpenData, sepse ka një problem teknik tek dogana e Kosovës, por ajo çfarë mund t'ju siguroj që Serbia është më pak se 1%. Importi i rrymës nga Serbia përbën më pak se 1%. Në fakt, kjo është në grafikon pjesëmarrja e secilit vend në importin e energjisë elektrike të Kosovës. Ne kemi vështruar edhe për nga sasia e shprehur në njësi, në megawatt orë energji elektrike dhe është e njëjta gjë, qoftë në vlerë financiare, qoftë në njësi, importi i energjisë elektrike nga Serbia është irelevant. Andaj, pretendimet nga kolegët opozitarë që Kosova për 28 nëntor dhe gjatë vitit 2025 po importon energji nga Serbia është pjesë një propagandë të ndytë që ata kanë njekur që nga viti 2021 kur ne kemi ardhur në pushtet. Thonë drejtën, kur kemi dëgju se kemi ardhur në pushtet në vitin 2021 dhe kjo ka filluar me akuzë. Gjithmonë energjia. Mirë po, tek teoria e hetimit të krimit, kur një akuzues bën shumë akuza, ta keni parasysh që ai po e projekton fajin e tyre. Dhe për ta konfirmuar këtë hipotezë, në fakt unë kam gjetur evidencë të pamohshme. Ajo do të jetë në disponim edhe të ju, që
kontratat janë dy subjekte të rëndësishme që ja vlen të diskutohet edhe të vështrohet e të hulumtohet se kush i sotën në Kosovë. E para, ju keni dëgju për Noa Energy. Në fakt keni dëgju Hikmet e Bajrami dhe përfaqësues tjerë të DDK-s vazhdimisht në kuvend të akuzojnë ne për ndonjë lidhje me Noa Energy. Më lejet të them, pa asnjë fije dyshimi, dhe e mirëpresin çfarë do hetimi që ka nga çdo institucion. Në fakt, i rekomandoj dhe për kryes speciale që të shkojnë deri në fund kësaj çështje se kush ishin aktorët që sollën Noa Energy në Kosovë. Asnjë zyrtar i lëvizjes vetëndosje, as nga qeveria, as nga kuvendi nuk ka lidhje me Noa Energy. Në fakt, unë i pash kontratën se kush e solli Noa në Kosovë. Noa në Kosovë ka ardhur fillimisht përmes Kostit. Kosti ka nënshkruar një kontratë për mbulimin e humbjeve në veri me Noa Energy. Këtë kontratë e kemi këtu. Në fakt të gjitha dhe ja u shpalosi që të sqarohet kjo çështje. Nëse ka mundësi, pra këto janë kontratat e Noa. E para, kontrata është nënshkruar me 15 janar të vitit 2018 ndërmjet subjektit Noa Energy edhe Kadri Kadriu, i cili po përfaqëson të Kostin në atë. Pra, ardhja e Noas daton që nga viti 2017. E dyta, Noa Keku i shet të prisat e energjisë elektrike gjatë natës apo gjatë ditës. Dhe pastaj këto subjekte e riprocesojnë e shesin brenda apo jashtë vendit dhe një na interesoj se kush nënshkrujti kontratë me Noa. Dhe kontrata me Noa është nënshkruar me normë 5 të vitit 2019, ndërmjet Kekut edhe Noa, e përfaqësuar nga Gentian Skëndersula. Gentian Skëndersula i nënshkruar nga Niazi Thaçi si kryeshef ekzekutiv, për përjarën e tij politike nuk pjo flas. Po e dini kush është ai. Tjetra, kjo kontratë s'ka doj, u dashtë të nënshkruaj edhe një kontratë tjetër. Me Noa, dhe një kontrata e dytë, është nënshkruar me 11 tetor të vitit 2021, nga Përparim Kabashi, duke ushtruar rolin e kryeshefit, kryeshefit ekzekutiv të Kekut. Në fakt kjo është kontrata, dhe kjo kontratë është nënshkruar 4 ditë para, se ardhi se Nagip Krasniqit në krye të Kekut. Përparim Kabashi është subjekt i cili ka shërbyer si antar bordi i ZRE-s, është mbështetës dhe ka qenë deleguar nga subjekti politik LDK-ja, qoftë në bord të ZRE-s, ashtu edhe në Kek. Tjetra, subjekti tjetër është EFT-ja. Ta kemi parasysh janë dy subjekte që ndërlidhen me Vuk Hamovicin. Kush i nënshkroi kontratët me Vuk Hamovicin? Bazë të vështrimit ton, faturë për faturë, dhe të cilat do t'jenë të qasshme edhe për ju në një megafile. Kontratët e para me Vuk Hamovicin. Paradoksalisht kolegja nga LDK dashti që ta amplifikoj këtë çështje duke thënë që me 28 nëntor po importohet nga Vuk Hamovici, atëherë më lejo ta informoj kolegen në fjalë që të pyes kolegë që i ka afër LDK-s, që kanë nënshkruar dhe kanë influencu kontrata me Vuk Hamovicin. Gjatë shpalljes së pavarësisë së Kosovës, Kosova është furnizuar me energji elektrike pikërisht nga Vuk Hamovici. Po jap edhe vlerat që t'i keni ju parasysh dhe kontratë. Kontrata një burimore, si kanë dëshirë LDK-ja të referohen, me Vuk Hamovicin, janë nështruar që nga viti 2008, dhe vlera totale, deri në vitin 2013, kur këta kanë vendosur mja kalu përgjegjësinë e furnizimit Keskos, është në vlerë për 141.489.000 euro.
pra 141 milion euro përmes kontratave, një burimore, është përzgjedhur Vuk Hamoviqi përfshirë dhe për të furnizuar Kosovën gjatë shpalljes së pavarësisë. Operatori i dytë i rëndësishëm ka qenë Rudnaku, po ashtu i lidhur me Damir Fazliqin. Damir Fazliqi ka qenë nipi i Starishiqit. Dhe pastaj edhe Geni, se për këtë akuzojnë të tjerët, po edhe me Geni ta kanë shkruar kontratë. Subjektet, ka 3 subjekte që duhet t'japin deklaratë, edhe i rekomandoj që t'japin deklaratë tek prokuroria speciale për këto kontrata, dhe janë Arben Gjuka, Berat Rukiqi, i LDK-s, dhe Niazi Thaçi, i PDK-s. Keku po ashtu ka nënshkruar kontrata me Vuk Hamoviqin për të shitur tepricat e Kekut me datë 13 maj të vitit 2019. Subjekti që nënshkroi kontratë në vitin 2019 me Vuk Hamoviqin vazhdon të jetë i njëjtë, akteri është i njëjtë, Niazi Thaçi. Vazhdon, kjo është kontratë, është për vështrimin e juaj. Pastaj, dhe kjo është bukur e dëmshme, një kontratë me Vuk Hamoviqin për ta furnizuar kostin, për t'i mbuluar humbjet në veri. Kjo është paradoksal. Edhe më lejoni pak vëmendje këtu. Kosti me fiduciarët e vetë të përbërë nga përfaqësuesit e PDK-s të LDK-s në kost. Fillimisht në mars të vitit 2017 vendosën që me ngarku kostin me pagesat e rrymës në veri. Paradoksalisht, të njëjtit kontratë për ta furnizuar kostin për këto e ka nënshkruar me EFT, me Vuk Hamoviqin, me datë 28 të vitit 2017 për mbulesën e humbjeve. Kjo është kontratë, subjekti që ka nënshkruar kontratë vazhdo të jetë i njëjtë Kadriu. Kjo kostoja përgjithshme e nënshkrimit të kontratës me Vuk Hamoviqin dhe përmbulimin e humbjeve në 4 komunat veriore është, si në vijim, kostoja totale e neglizhencës dhe vendimet gabuara e mrin afërsisht 400 milion euro. Pra domi, paradoksi këtë është, fillimisht i ka nënshkruar kontratat kornis për mbulesën e humbjeve në 4 komuna veriore me akter që këta i ka njoftë mirë me Vuk Hamoviqin. Pastaj, po ashtu e kanë ngarkuar kostin e institucion që këta kanë kontrolluar për t'i mbuluar këto humbje. Dhe vlera totale e tyre, domi që këta ja kanë shkaktuar, dhe i cili për shkak të qeverisë kurte, nuk ekziston më si dëm edhe ngarkesë për qytetarët e Republikës Kosovës është afërsisht 400 milion euro, ose ma precis, 373 milion euro është domi që ka ardhur si pasojë e këtyre vendimeve të Këshia Politike. Qytetar të nderuar, gazetar, ekziston edhe një keq kuptim që duhet të sqarohet. Janë këto subjekte të cilat importojnë energji elektrike nga vende të ndryshme. E para është Kesko. Ju lutem, për shkak se ata janë furnitorë që furnizojnë edhe kanë përgjegjësi publike, ata duhet dalin dhe ju duhet t'i pyesni. Ne i kemi kontratat dhe faturat të tyre që do t'ju japim juve, por ajo që është e rëndësishme është ata duhet pyetën si kanë marrë vendimet qoftë për marrjen e vendimeve për tregtim të energjisë elektrike, bazë ligjit dhe rregullave të tregut, ata duhet të zgjedhin furnitorin më të lirë dhe më të favorshëm. Unë gjykoj që ata nuk e kanë ndjekur këtë. Dhe pikërisht për shkak të kësaj, ne ju kemi referuar, personalisht ju kam referuar këtyre institucioneve me 3 kërkesa të ndryshme. Fillimisht, raportin e Komisionit Hetimore kemi dërguar në Prokurorinë të Shtetit. E dyta, raportin e humbjeve dhe kontratave me këto kompani që i përmenda për shitjen e tepricat të Kekut, po ashtu e kemi referuar. Dhe ju kisha lutur edhe ju, edhe Prokurorinë e Shtetit, që t'i marrë si dëshmitar subjektet në fjalë. Krahas Niazi Thaçit, përparim Kabashit, sugjeroj që një deklaratë mund të jepet edhe Qendresë Lushtaku, e cila është po ashtu në njësinë për monitorimin dhe shitjen e teprisave të energjisë elektrike. Qendresë Lushtaku është e afërt te Berat Lushtaku, që ka qenë kryeshef ekzekutiv i Iber Lepencit, edhe aty është nënshkruar një kontratë të dëmshme.
Pastaj mund ta marrëm pyetje edhe Orges Syla. Orges Syla është i biri Ismail Sylës, këshilltar i afërt i Hashim, ish këshilltar i Hashim Thaqit. Dhe po ashtu duhet marrë në pyetje edhe Besa Shatrin, që ka qenë kryetare e bordit. Ajo e Kekut, ajo që ka bërë përshtypje në gjitha këto kontrate dhe konfirmime, është noa gjithmonë njësësia ka dërgu, po ashtu edhe Besa Shatri. Dhe besoj që Besa Shatri, për Parim Kabashi dhe Niazi Kryeziu, mund të japin një informacion të tre, përfaqësojnë 3 subjekte politike, ose jo fiduciarë të 3 subjekte politike, PDKL, DKAK, dhe këta mund të referojnë. Kushdo që ka diçka, dhe unë personalisht, po them edhe në emër të subjektit, e përkraj çdo hetim që i zbardh këto krime, edhe blerje, edhe shkelje potencialit të ligjit, edhe rregullat të tregut, dhe personalisht, po ashtu ju kam drejtuar dhe kërkoj edhe nga ju, si gazetar, për hir të interesit publik, të pyesni dhe auditorin e përgjithshëm, sepse ju kam drejtuar pikërisht për këtë çështje, që të bëjnë një hetim dhe auditim të plot të Kjetësit dhe Keskës në vitin 2014, dhe po ashtu kontratave të shërblerjes së energjisë elektrike dhe përdorimit e linjave interkonektive, dhe mos ka pas keq përdorim aty, pikërisht ju kam drejtuar auditorit të përgjithshëm, deri më tani nuk kam ndonjë informacion se kush statusi i këtyre çështjeve. Pra, çfarëdo që ka qenë në domenin ton e procedimit penal, procedimit administrativ dhe mbi këqyrës ne kemi kompletuar në cilësi të zyrtarit përfaqësues të lëvizjes vendosi. Ajo çfarë unë mund t'ju them është që kemi pas shumë vështirësi, sidomos vitin e fundit, për shkak se mos konstituimi i kuvendit na ka parandaluar mbikëqyrjen e zyrës së rregullatorit të energjisë dhe mbikëqyrjen e kostit. Dhe duket se, ose unë e gjykoj, që këto tendencat e zyrtarëve të LDK-s, shpeshherë në emër të PDK-s, për të hedhur tym, janë pikërisht për të vazhduar me avazin e vjetër, për të pamundsuar ne dhe ju të mbikëqyrim këto institucione të pavarura dhe të vazhdojmë me avazin e vjetër të lidhjes së kontrata me shokët e vjetër që i kanë pas. Ju falenderoj se nëse keni pyetje tjera, ne jemi të gatshëm çdo herë. Ne kemi përfunduar mandatin si deputet të Republikës Kosovës. Por ajo çfarë unë ju detyrohem pas 5 viteve pune intensive edhe volumtim të gjitha dhënave dhe kontratave, ju detyrohem që këto, ju si gazetar, të keni të disponueshme dhe në kontakt me Arlind Manxhukën, një USB të plot, të ndarë për vite, për vend, për vlerë, për kontratë, mujore dhe vjetore, të keni në disponim, është për ata pasionant të volumtimit, të keqpërdorimit edhe probleme që ka pas sektori energjisë nga viti 2006 deri në vitin 2021, e potencialisht që mund të vazhdojnë edhe tutje, ju mund t'i gjikoni vetë. Pak një pyetje nga kolegu, pastaj Ju morët me një pjesë të historisë, po kapaciteti produs i termocentraleve prej vitit 2020 për vendosja është në pushtet, nuk është se ka ndryshuar ashtu 15 MW pas modernizimit të turbinave. Nëse do të kishim pas prodhim mjaftueshëm, i bie që të kishim pas nevojë me importu. Pse nuk është arrit që shtohet kapaciteti produs për këto 5 vjet? Dhe e dyta përmendet për Parim Kabashi ka qenë i caktuar ushtrues detyre i kryeshefit pikërisht mas shkarkimit ose suspendimit në krahasnisht nga burdi që keni zgjedhur. Pyetja tek e para, domthonë nuk mohova gjë, është thashë që prokuroria speciale edhe të tjerëve në lidhje me NOA, edhe unë mbështes çfarëdo hetimi në lidhje me këtë kompani. Po ashtu duhet të studiohen dhe monitorohen praktikat e trajtimit të energjisë elektrike të kësaj kompanie dhe mbështes çfarëdo hetimi të thellë edhe gjykimi që i bëhet. Ju them me pa ekuivoke që praktikat e tuxharllokut të energjisë elektrike ngjajnë me këtë formë blenjtë e prica përmes prodhuesve në Shqipëri, prodhuesve publik, Keshit, Maqedonisë, Kekut dhe pastaj i shkëmbejnë. Kjo është e para. E dyta, për Parim Kabashi ka qenë shkuesi i kësaj kontrate, ata thash. Në lidhje me kapacitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga termocentrali A dhe B, parafërsisht Kosova, vazhdimisht në 2008 edhe vitit 2021 i ka prodhuar të dy termocentrale bashkërisht, i kanë prodhuar 5400 GW energji elektrike, që nga viti 2021 deri në vitin e fundit 2024 duhet të ketë arritur në 5800 GW dhe nuk kam ndonjë arsye përpos një paralajmërimi që kanë bërë vetë ata në kuadër të bilancit të energjisë për shkak të rehabilitimit të Kosovës B me kapaciteteve produse.
vetë po e përmendi këtë pjesë. Mënyrë se si ju keni qasur në kësaj, strategjia jonë ka qenë rehabilitimi i thellë i Kosovës B përmes instaluesit të Kosovës B, që ka qenë General Electric, është kompania amerikane. Aty do të shtohet kapaciteti energjisë elektrike. E dyta është rehabilitimi i thellë i Kosovës A. Ka pas edhe një projekt të cilin e pati ka pas LDK-ja, ju ka paraqit nga Indjeri Avni Kushëmbiu. Projekti Bilfinghet për rehabilitimin e vitin 2016, dhe po mjeresh kjo nuk është kapitalizuar, në fakt që me këtë Bajrami më ka thënë mu gjatë një debati në kuvend, kjo është publike, që nuk i kemi marrë projektin e Bilfingerit si ja kemi premtuar kontur globale. Edhe kjo është vepër penale, për cilën zonja Bajrami nuk është asnjëherë në prokurori. Domi që këta ja kanë bo me neglizhencën e rehabilitimit të Kosovës A. Rehabilitimi i Kosovës A nuk ka thonë domosdoshmërisht që ti nuk mundesh me ndjekë edhe projekte tjera. Mirë, po ato kapacitetet duhet të shtoheshin, të rehabilitoheshin. Ajo çfarë ne kemi bërë aktualisht është e para është pikërisht ajo, të mos të rehabilitohet blloqe. E dyta është strategjia për mbështetjen e energjisë së ripërfitshme. Në planin tonë është 1300 gigawatt do të shtohen Kosovës përmes prodhimit të energjisë së ripërfitshme. Janë disa veprime që janë ndërmarrë, ankandi solarëve, që është shpall, Selaci si kapacitet i ri, dhe e rëndësishme tjetër është projekti për instalimin e baterive, që të kurser ose të deponohet energjia elektrike e cila ekziston si teprit, 300 milion euro, 300 milion dollar me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në e katërta, ne po ashtu kemi ndjekur edhe një projekt të eficiencës së energjisë elektrike, për shkak se konsumin kryesor të energjisë elektrike në Kosovë e bëjnë anvisri. Ristrukturimi tarifat përmes ZRE, që ka qenë veprimi i parë, dhe dyta eficienca e energjisë, janë dy veprime që të mundesh me ndërmarrë për me e ul konsumin e anvisrive dhe potencialisht me balancu, në mënyrë që Kosova mos ketë nevojë me importu energji elektrike. As aja s'është përfundu, as kapacitetet e energjisë të ripërfitshme s'janë përfundu. S'është i kena, sot në poni kemi 100 megawatt më shumë. Nuk është që i kemi. Grasi me 50 më pak. Unë do doja që t'jem më i detajshëm në këtë aspekt se për Kosovës B. Mirë po besoj që Kosovës A në Kosovës B. Këtë e vetëm informacione nga vullneti mirë që po t'i ofroj për shkak të monitorimit që kemi pas, se ne në kuvend në kuadër komisionit kemi monitoru në mirë besim të gjitha subjekte pa marrë parasysh aflacionin e tyre politik. Përfshirë edhe përgjithësinë ose neglizhencë që mund ta kemi pas institucione gjatë rrugës. Ai çfarë mund të them është që informacione më të detajshme mund t'i ofroj Ministria e Ekonomisë, i cili operon si aksionar, por i kekut. Por ajo çfarë mund të them është që aludimet se më herët është prodhuar më shumë e tash jo nuk janë të vërteta. Në fakt që nga kohë kur ne kemi ardhur, edhe tek termocentral të është prodhuar në mesatar më shumë energji se sa gjatë kohës para vitit 2023. Zbërmu janë ndjesë pyetja është pak jashtë të temës që kemi trajtuar sot, por që nga mbrëmje deri edhe sot pas dite ka pasur reagime të shumta nga ambasadat e ndryshme dhe nga ndërkombëtarët, të cilët kanë kundërshtuar veprimin e vendosjes që ka votuar kundër shqiptarikimit të listës së në KSZ. Është hera e tretë që ndërmirret ky vendim dhe që kthehet nga PZP dy herë të tjera dhe që pritet edhe tash një njëjti veprim. Pse ndërmirret ky hapur nga lëvizja me vendosje dhe apritet që mbasi të merren tjera veprime që mund të dëshmonin me KQZ që lista serbe nuk i plotson kriteret për të marrë pjesë në zgjedhje. Unë e kam parasysh rolin dhe rëndësinë e juaj si gazetar, mirë po për hir të mos deformimit të arsyes pse kemi thirrë këtë konferencë, do limitohesha vetëm në pyetje mbi arsyen që ka qenë aspektet e energjisë elektrike, por e kuptoj nevojën për informacion dhe pas përfundimit të kësaj ne mund të japim një deklaratë veçantë për këtë çështje. A ka pyetje tjera? Kam pyetje që nuk do lidhen ndoshta me temën që e kemi trajtuar. Po, pas përfundimit të kësaj konferencë për shtypun do të jemi disponueshëm për një deklaratë. A ka pyetje? Okej, nëse s'ka pyetje për energjinë, mundemi me lënë për fund, me vazhduese po besoj që a kemi pyetje tjera në lidhje me këtë konferencë dhe aspektet e importit të energjisë elektrike? A mund t'ju bëjë edhe një porosi përfundimtare? Dy subjekte që importojnë energji elektrike në Kosovë, të cilat janë privatizuar në vitin 2013, është Kesko dhe Ketsi. Duhet të jenë të qasshëm dhe të gatshëm për t'ju ofruar ju informacione që ju i dispononi dhe mënyrat se si ata i kanë përzgjedhur furnitorët, e ka për detyrë bazë ligjit që t'ju bëjë të disponueshme ju. Por unë kam vënë që nuk e bëj, dhe për këtë arsye do bëj unë. I kërkoj zyrës së rregullatorit të energjisë
publikisht që inicimin e hetimit që ka bërë pas kërkesës sonë në lidhje me kapacitetet interkonektive dhe keqpërdorimin e saj gjatë vitit 2024, ta përfundojnë afatin më të shkurtër dhe gjitha subjektet përgjithëse, qoftë ata marrësit energjisë elektrike, që janë këto dy subjekte, apo furnizuesi, të vendosin para përgjegjësisë dhe çdo cent i qytetarëve të Kosovës t'ju kthehet përmes ribalancimit të tarifave. Ju falenderoj shumë. Po e mbyllëm nëse s'ka pyetje tjera në lidhje me Edhe një përgjim. A ka raste të qëllin shumë dalin bloqe vetëm për të blerë, si shumë disa deklarata ditë më parë, që dalin bloqe për të blerë hyrë për të përfituar kompaninë. Në fakt është një A dini kontroll, shtitja, ka kontroll? Ka kontroll, ka pasur deklaratë për këtë. Një nga hipotezat që kemi marrë ne edhe gjatë komisioneve timore vazhdimisht ka qenë që a ka ndonjë ndërlidhje shkakore midis sasisë importit edhe potencialisht mungesës së prodhimit në bloqe. Ajo çfarë ne mund të konfirmoj është që në vitin 2008 janë gjetur raste të tilla, të cilat unë do t'ju referoj, mirë po në pasim nuk është dokumentuar asnjë rast i tillë. Në lidhje me vitin 2008, ekziston një raport i USAID-it i përpiluar nga Masud Kajan, atë që dokumenton saktë se si Keku në fakt qëllimshëm i ka ndalë bloqet në vitin 2008, mirë që t'i bëjë një kontratë me Vukamovicin. Mirë, por nuk kemi raste të tilla. Por ajo çfarë mund të them në parim. Dhe ne do ta vazhdojmë ta monitorojmë qoftë si qytetar e si përgjegjës ndaj qytetarëve të Republikës Kosovës. Ky do ishte një nga krimet më të rënda çdo që e bën. Dhe i inkurajoj të gjithë ata që disponojnë informacione, që këto informacione ta i bëjnë çarshme edhe neve dhe t'i drejtojnë tek prokuroria speciale edhe çdo institucion relevant që mund të marrë veprime në lidhje me këtë çështje. A ka pyetjet tjera tash? Veçta, se na do të formalisht me mbyll këtë konferencë. Po, a ka pyetje në lidhje me këtë çështje? Nëse jo, ju falenderoj shumë. Edhe në rast se nuk shihemi në një konferencë të radhës, më lejoni që shfrytëzoj rastin që uroj një vit të ri, që uroj shëndet e begati ju edhe familjeve tuaja. Faleminderit shumë.